këtë edicion do të ndihni. Vendi mund të zhytet në një krizë institucionale në mungesën e një presidenti konsensual. Krihet kjo për faktin se partitë politike nuk janë të gatshme për bashkëpunim, vlerësojnë analistët politikë. Se a do të ketë krizë institucionale nëse nuk zgjidhet presidenti, ne kemi pyetur edhe disa banorë të Gjakovës. Pa kaluar as 2 javë që kur gjykata e apelit vendosi që Berat Hadri të kthehet në pozitën e kryeshefit ekzekutiv të kompanisë rajonale të mbeturinave Qabrati, ai është rishkarkuar nga bordi i drejtorëve të kësaj ndërmarrje. Mirëmbrëma, ju njohim tani më gjerësisht me informacione të përgatitura. Vendi mund të zhytet në një krizë institucionale në mungesën e një presidenti konsensual. Krihet kjo për faktin se partitë politike nuk janë të gatshme për bashkëpunim. Kështu vlerësojnë analistët politik. Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës tha se partitë politike duhet ta bëjnë kuorumin që vjosa të zgjidhet presidente e vendit. Partitë politike në fakt duhet të qëndrojnë në kuvende të bëjnë kuorumin në mënyrë që të zgjidhen të gjitha institucionet. Vendi jo nuk e ka luksin që të shkojnë në zgjedhje të reja veç më ishim në zgjedhje paraprake vetëm një vit më përpara. Por sipas Krasniqit, partitë politike kosovare po hezitojnë të ja bëjnë kuorumin njëra tjetrës, andaj ekziston mundësia që të kemi një krizë institucionale e cila mund ta dërgojë vendin në zgjedhje të reja. E para është që ne duhet të formojmë kuvendin, të ketë konstituim të kuvendit, certifikimi i rezultateve ende nuk ka ndodhur, mbas konstituimit të kuvendit është formimi i qeverisë, duhet shohim ende se partia e parë sa vota ka fituar dhe çfarë do shkojë në çfarë matematika është, pra do ketë koalicione para formimit të qeverisë, apo do mundet vendosja së bashku me listën vjosa, ata formojnë vetëm qeverinë, pra e kanë 61 vota, apo do duhet të kenë një koalicion me partitë e tjera. Edhe kryetari i Lëvizjes për Bashkim Valon Murati ka thënë se është mirë që partitë politike të bien dakord për zgjedhjen e Vjosa Osmanit presidente. Ne kemi pas kësaj radhe një fitore kështu të qartë të një subjekti politik dhe mendoj që ai subjekt politik duhet ta marrë përgjegjësinë për qeverisjen, këtë radhë mendoj që duhet ta marrë përgjegjësinë edhe për presidentin dhe Zonin Osmani do thotë si kandidate e ka propozuar Lëvizja Vendosje. Po ashtu Murati ka thënë se për të mirën e vendit duhet të formohen institucione që vendi mos të shkojë sërish në zgjedhje. Për shkak të rezultatit të goxha të qartë të zgjedhjeve, vullnetit qytetarëve për ndryshime, atëherë edhe partitë tjera politike duhet ta kenë këtë mesazh të qartë, edhe duhet që fituesit t'ja hapin derën, mos të bëjnë siç ka bërë fituesi. Ndërsa menaxheri i programeve në Demokraci Plus Albert Krasniqi ka thënë se është momenti që partitë politike të zgjedhin një president konsensual. Gjitha partitë politike duhet të tregojnë konstruktive sa i përket të zgjedhjes së presidentit. Konsideroj që ky është një momentum shumë i volitshëm për të pasur një president konsensual, i cili nuk imponohet nga një subjekt politik. Është në interes të lëvizjeve të vendosjes që të formojë sa më parë qeverinë dhe kështu të zbatojë programin e saj qeverisës. Sipas Krasniqit, presidenti do duhet të ishte propozim që vjen prej opozitës për shkak se kështu do të mund të balancojë pushteti. Se a do të ketë krizë institucionale nëse nuk zgjedhet presidenti, ne kemi pyetur edhe disa banorë të Gjakovës. Të ndjekim kronikën përmes së cilës do të mësojmë më shumë se çka mendojnë ata. Zgjedhjet parlamentare në Kosovë janë mbajtur me 14 shkurt të këtij viti. Pos kësaj do të bëhet edhe zgjedhja e presidentit apo presidentës së Kosovës. Shikues të televizionit Syri, sot do të intervistojmë qytetarët në komunën e Gjakovës se çfarë mendojnë nëse nuk do të zgjidhet presidenti në Republikën e Kosovës. A do të ketë Kosova kriza institucionale? Nëse Kosova nuk mund të arrijë të zgjedhë presidentin e Republikës, ju si qytetarë mendoni që Kosova do të ketë kriza institucionale? Po patjetër që do të ketë krizë institucionale. Kjo është evidente dhe ka ndodhur në kohët e fundit në zgjedhjet, në shumë palë zgjedhje, që presidenti është bërë problem. Mirë po në të njëjtën kohë mendoj që të gjitha partitë kanë më solidarizuar dhe kanë më zgjedhë presidentin. Po, do të ketë krizë institucionale, do të shkohen zgjedhjet të reja, ato do të kushtojnë
Kështu që nuk i dihet fili kësaj pune. Nëse nuk zgjehet kjo presidente, që kemi zgjedhur na këtë popullin që na, kur s'ka më ismo. Suku në kalon që 20 vjet, që 15 vjet tha që kështu ka mundohet. Besoj shumë do të ketë krizë, patjetër do të ketë krizë nëse nuk e zgjidhet. Është shumë keq për Kosovën. Edhe qytetarë të tjerë mendojnë se do të ketë kriza institucionale nëse nuk zgjidhet presidenti apo presidentja vendit. Unë mendoj se presidenti do të zgjidhet me çdo kusht. Edhe ekzistojnë shumë mundësi për mu realizu kjo. Po nëse kjo nuk e ndodh, atëherë ka me qenë edhe krizë institucionale. Unë mendoj se ka për të sjellë edhe çrregullime në tërësi. Zgjedhja e presidentit duhet të bëhet sa më parë sepse vendi mund të ketë kriza ekonomike, financiare, është thënë mes tjerash. Mund të pas krizë ekonomike, politike, financiare, e më të tjeshme. Bëhet mirë gjalla për tënë. Nuk besoj si do të ketë probleme për zgjedhjen e presidentin. Do të ketë secili deputet do të ketë përgjegjësinë që ta zgjidhin këtë problem një herë për gjithmonë, që nuk besoj që do të kemi krizë. Besoj shumë në këta deputet që të reflektojnë arsyeshëm. Zgjedhja e presidentit bën nga Kuvendi i Kosovës me votim të fshehtë dhe duhet të marrë votat e 2/3 të deputetëve. Nëse nuk merr votat e 2/3 të deputetëve në 2 raundet e para, në raundin e tretë zgjedhet me votat e gjysmës së deputetëve. Lëvizja vetëvendosje si parti fituese e zgjedhjeve të 14 shkurtit nuk po pret probleme për zgjedhjen e presidentit të vendit. Partia Albin Kurtit shprehet e bindur se subjektet e tjera parlamentare nuk do të bëhen pengesë për formimin e institucioneve. Por Partia Demokratike e Kosovës thotë se nuk kanë vota për Vjosa Osmanin si presidente. Ndërkohë, ish-bashkëpartiakët e kësaj të fundit në Lidhjen Demokratike të Kosovës shprehën më dyshje për vendimarrjen që do të kenë në momentin e zgjedhjes së presidentit. Lëvizja vetëvendosje si parti fituese e zgjedhjeve të 14 shkurtit nuk po pret probleme për zgjedhjen e presidentit të vendit. Partia Albin Kurtit shprehet e bindur se subjektet e tjera parlamentare nuk do të bëhen pengesë për formimin e institucioneve. Por Partia Demokratike e Kosovës thotë se nuk kanë vota për Vjosa Osmanin presidente, ndërkohë ish-bashkëpartiakët e saj të fundit në Lidhjen Demokratike të Kosovës shprehen më dyshje për vendimarrjen që do ta kenë në momentin e zgjedhjes së presidentit. Zëdhënësi i lëvizjes vetëvendosje Përparim Kryeziu thotë se humbësit e zgjedhjeve e kanë kuptuar mesazhin e qytetarëve dhe nuk do të bëhen pengesë për formimin e institucioneve. Nuk do të paraqesin asnjë pengesë në formimin e institucioneve, sepse një farë forme ndonë se mund të tingëllojë paradoksalisht është për të mirën e tyre. Zëdhënësi i Partisë Demokratike të Kosovës Avni Bytyqi thotë se nuk kanë votë për Vjosa Osmani si presidente pasi nuk dëshirojnë të bëhen patirice asnjë partie tjetër politike. Partia Demokratike e Kosovës nuk ka votë për zonin Osmani si presidente. Naser Rugova nga Lidhja Demokratike e Kosovës thotë se vendimin për votimin ose jo si presidente të Vjosa Osmanit duhet ta merr kryetari dhe kryesia e re e partisë. Këtë vendim duhet ta marrin kryetari dhe kryesia e re e partisë dhe kjo kryesi në ikje që na solli këtë debat, këtë politik dhe zgjator. Kosova Press ka provuar të marrë një qëndrim edhe nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, mirë po të njëjtit nuk kanë qenë të qasshëm. Vjosa Osmani ka mandat deri më 5 maj të qëndrojë në zyrën e presidentit të vendit si ushtruese e detyrës, ndërsa procedurat për zgjedhjen e të parit të shtetit duhet të fillojnë një muaj më herët, më 5 prill. Në Kosovë nuk është raportuar asnjë rast i gripit të shpesve H5N8, ka konfirmuar Lamir Thaçi nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë. Sipas tij, që nga muaji dhjetor i vitit të kaluar, kur janë paraqitur rastet e para në botë, në vazhdimsi janë duke monitoruar të gjithë situatën. Thaçi tha se kanë kontakte të vazhdueshme me organizatën ndërkombëtare për shëndetin e kafshëve në mënyrë që të jenë të përgatitur për ndonjë rast prezant edhe në Kosovë. Ne si autoritet përej fillimeve të para të paraqitjes së gripit shpesve H5N8
Në vazhdimsi jemi duke monitoruar situatën epizodike në vendet ku ka raste të dyshuara dhe si autoritet më i lartë kompetent veterinar në Republikën e Kosovës kemi kontakte të vazhdueshme me organizatat ndërkombëtare për shëndetin e kafshëve dhe marrim lajmërime mbi gjitha zhvillimet që ndodhin qoftë në rajon apo në botë. Mes tjerash thotë që thasë është një grip i ri dhe ende ka në vend për të hulumtuar rreth rrezikut dhe mënyrës së përhapjes së sëmundjes së këtij gripi. Është një grip i ri, sepse në të kaluarën ka qenë gripi H5N1 dhe H5N7. Tani është një grip i ri dhe duhet ende ka vend për të hulumtuar rreth rrezikut dhe mënyrës së përhapjes së sëmundjes. Por çdo zbulim apo çdo informat që do të burojnë nga autoritetet ndërkombëtare, ne me njëra të do të ndajmë me qytetarët tonë që ne jemi përgatitur edhe si popullat, po edhe ne si autoritet që të bëjmë më të mirën të mundshëm që të mos jemi të prekur nga ky virus. Gripi i shpendëve H5N8 është shfaqur edhe te njerëzit, përderisa 7 punëtorë të një ferme pulash në Rusi janë konfirmuar 10 orën e kaluar me këtë virus. Në klinikën e oftalmologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, vetëm në 2 muajt e parë të këtij viti janë kryer rreth 230 operacione. Kështu ka konfirmuar drejtori i kësaj klinike Ardian Shabani. Ndërsa gjatë vitit 2020 janë kryer gjithsej 1590 operacione, ku sipas Shabanit si pasojë e pandemisë është dashur të kufizojë numrin e tyre dhe të shkojnë vetëm me raste urgjente. Sa i përket vitit 2020, perioda prej muajit janar deri në muajin dhjetor, në klinikën e syve janë kryer gjithsej 1590 operacione dhe 1500 aplikime intravitreale të Avastinës. Kjo është periudhë prej muajit janar deri në muajin dhjetor të vitit 2020. Sa i përket shërbimeve që i kanë ofruar deri më tani, Shabani tha që klinika e syve momentalisht i posedon 4 ambulanta subspecialistike. Klinika e syve momentalisht posedon 3 ambulanta specialistike për të rritur, 1 ambulantë specialistike për fëmijë, edhe posedon 4 ambulanta subspecialistike. Një është për glaukom, për retin, për strabologji edhe për triazhimi i pacientave me ROP. Mes tjerash, drejtori i kësaj klinike tha që sirësi në këtë klinik është edhe ofrimi i shërbimeve që kanë kërkuar jashtë vendit e që po ofrohet tashmë pacientëve brenda tij. Në vitin 2020 kemi filluar me 4 shërbime të reja në klinikën e syve. Deri para vitit 2020 gjithë këta pacientë kanë kërkuar trajtim jashtë vendit, jashtë institucioneve publike. Mirë po, si rezultat i blerjes së pajisjeve dhe edukimit të vazhdueshëm të stafit ton, kemi arritë që të i futim në shërbim të pacientëve këto shërbime oftalmologjike. Me nisjen e shërbimeve të reja nga më të ndryshmet, është zvogëluar me më shumë se 50% numri i referimeve dhe kërkesave jashtë institucioneve publike. Ditëve të fundit, Kosova ka shënuar rritje të rasteve të reja me koronavirus. E përkundër kësaj, drejtori i shërbimit spitalor klinik universitar të Kosovës, Valbon Krasniqi, thotë se aktualisht situata epidemiologjike është e menaxhueshme dhe ende kanë kapacitete të mjaftueshme spitalore. Krasniqi thotë se janë duke përcjell të gjitha shifrat dhe tani për tani do të vazhdohet me masat anti-Covid të cilat vetë se janë në fuqi. Ditëve të fundit, Kosova ka shënuar rritje të rasteve të reja me koronavirus. E përkundër kësaj, drejtori i shërbimit spitalor klinik universitar të Kosovës, Valbon Krasniqi, thotë se aktualisht situata epidemiologjike është e menaxhueshme dhe ende kanë kapacitete spitalore. Krasniqi thotë se janë duke i përcjellur shifrat dhe tani për tani do të vazhdohet me masat anti-Covid që janë në fuqi. Tani për tani jemi duke përcjell situatën dhe varësisht nga numri i rasteve që eventualisht mund të paraqiten, atëherë mund të propozohen masat e tjera të reja. Tani për tani vazhdojmë me këto masat të cilat janë në fuqi. Krasniqi thotë se duke parë shifrat e rasteve të reja që janë në rritje ditëve të fundit, presin një rritje të infektuarve me koronavirus. Presim një rritje, shpresojmë të mos jetë ndonjë rritje enorme dhe pa përballueshme, sidoqoftë ne si SHSQ kemi marrë masat të cilat kanë qenë dorën tonë që të përgatitemi sa më mirë të jetë mundur për një valë të re të mundshme të pandemisë Covid.
Meqense në Kosovë në fillim të muajit janar u konfirmuan 3 raste të para të variantit britanik me Covid, Krasniqi deklaroi se tani nuk është vërejtur ndonjë ndryshim sa i përket formës së rëndë të sëmundjes, por nuk e përjashton mundësinë që në Kosovë të ketë edhe më shumë raste me variantin britanik të virusit. Përderisa janë 3 raste, sigurisht se mund të ketë edhe raste të tjera, po araja që është e rëndësishme nga aspekti klinik është që nuk ka ndonjë ndryshim të paktën deri tash kur po flasim na për sa i përket formës së sëmundjes. Drejtori i Shërbimit Spitalor Klinik Universitar të Kosovës, Valbon Krasniqi, thotë se në rast se do të ketë rritje të rasteve të reja me SARS-CoV-2, duhet të cënohen shërbimet spitalore që nuk janë emergjente. Çdo rritje numrit të rasteve të reja të infektuara dhe çdo shtim i numrit të pacientëve që kërkojnë trajtim spitalor, domosdoshmë do të cënoj në një formë dikon më shumë, dikon më pak shërbimet e tjera. Meqense Kosova vazhdon të jeti vetmi vend në rajon që nuk ka siguruar ende asnjë dozë të vaksinës anti-Covid, Krasniqi thotë se edhe ata si QKUK janë duke pritur që të vinë vaksinat në mënyrë që të fillojë vaksinimi i kategorive me prioritet që ju prin personeli shëndetësor. Gjatë 24 orëve të fundit, pozitiv me koronavirus kanë rezultuar 445 qytetarë, ndërsa betejën me këtë sëmundje kanë humbur 5 persona. E që nga marsi e deri më sot në Kosovë pozitiv me COVID-19 janë identifikuar 68.351 raste nga 300.198 persona të dyshimt në virusin SARS-CoV-2 dhe 1.592 raste të vdekjes. Gjatë 24 orëve të fundit janë shënuar 264 pacient. Vazhdojmë informacione nga Gjakova. Pa kaluar as 2 javë që kur gjykata e apelit vendosi që Berat Hadri të kthehet në pozitën e kryeshefit ekzekutiv të kompanisë rajonale të mbeturinave Qabrati, ai është rishkarkuar nga bordi i drejtorëve të kësaj ndërmarrje. Bordi i kompanisë rajonale të mbeturinave Qabrati ka vendosur ta shkarkojë kryeshefin ekzekutiv të kësaj kompanie, Berat Hadri, pa kaluar 2 javë që kur gjykata e apelit kishte vendosur që ai të kthehet në pozitën e kryeshefit ekzekutiv të kësaj kompanie. Për këtë vendim, Hadri ka reaguar në profilin e tij në Facebook. Ndërsa Ardiana Qela Baraku, kryesuese e bordit të drejtorëve, thekson se prezenca e Hadrit në këtë kompani është e dëmshme. Bordi i kompanisë rajonale mbeturinave Qabrati SHA i ka gjetur mbi 10 pika të shkeljeve të cilat janë bërë gjatë ushtrimit të detyrës së kryeshefit ekzekutiv zotit Berat Hadri. Arsyeshmëria e kësaj shkarkimit ka ardhur si pasojë që neve kemi pas hapësirë që nga periudha janar 2020 deri me ditët e sotme që neve të bëjmë hulumtime dhe të gjejmë gjetrat në mënyrë faktike për të dëshmuar keqpërdorimin e detyrës zyrtare gjatë kohës së ushtrimit të detyrës së tij. Në pozitën e kryesisht parregullësitë kanë qenë në punësime ku gjitha në vendim janë paraqitur pikat ku kemi filluar nga marrëveshjet me shërbimet veçanta dhe ata kanë lidh kontrata, domethënë brenda mujit, domethënë pastaj janë hap vendet publike të punës ose konkurset zyrtare, brenda 1 muaji, 2 muaje, varësisht prej personave të cilët i kemi apostrofuar në vendim, atëherë ka vazhduar dhe janë lidh kontratat e përhershme, të cilat janë në kundërshtim me ligjin e punës, të cilat pa i bërë 10 vite shërbim nuk ekziston e drejta e një kontrate të tillë. Gjithashtu kemi pas edhe pushimet të cilat ju kanë aprovuar pa i mbushur 6 muaj shërbim brenda kompanisë, të gjetra i kemi evidentuar përmes raportit të auditorit, të cilat janë prezantuar dhe në mbledhjen vjetore me Komisionin Komunal të Aksionarëve, ku është aprovuar një raport i tillë. Hadri tutje thekson, një veprim i tillë natyrisht që është denoncuar përmes kallëzimit penal në prokurori nga ana ime, më shumë se për gjithçka tjetër denoncimin e kam bërë për arsye jo personale, por për mbrojtjen e ligjshmërisë dhe të institucionit. U themelua në vitin 1941. Mejtepi Rushdie në Gjakov për dekada të tëra ka qëndruar i hapur duke nxjerrë gjenerata nxënësish të cilët u arsimuan e u pajisën me dije. Por ka disa vite që ajo më nuk është në funksion dhe për më tepër po shkatërohet dita ditës.
Viti 1941 shënon vitin e themelimit të mejtepit Rushdie në komunën e Gjakovës, iniciativë kjo është shumë e kërkuar e shumë e mirëpritur nga veprimtarët e kohës dhe jo vetëm. Sigurisht që populata e kohës e ka pritur shumë me gëzim dhe entuziazëm vendimin për hapjen e shkollës së parë shqipe, e cila daton me 21, 23, 24 dhe 25 prill 1941. Zoti Hysni Zajmi e cek tek kryeministri i kohës që paria e Gjakovës kërkon me ngurëm që gjithë ata njerëz të shkolluar të kthehen në Gjakovë sepse do filloj mësimi i gjuhës shqipe, do filloj shkolla parë e gjuhës shqipe. Dhe shkolla parë e gjuhës shqipe daton me 25 prill 1941. E momentet të veçanta në këtë shkollë ka kaluar edhe Gjevat Koshi, ndër nxënësit e parë të kësaj shkolle, i cili kujton me krenari vitet e kaluara pranë kësaj vatre arsimi. Me u shkollu për në atë kohë nuk ka qenë, ne dishëm ma tepër ka qenë privilegj se sa interesim për popullin. Erdhëm qështu disa kohë. Po, gjatë kësaj kohë, më kujtohet si fëmij, për herë të parë, në koridor, bëshim prova kori, edhe në atë koridor, për herë të parë mësum këngën për si fleta e Engjullit të Zotit, në gjuhën shqipe. Shkova në shtëpi, që ju tregoj që ku mësu një këngë, 3 shqip. Po, të bu kiameti për qefit e sanetu në bisedave tona që i bëshim në atë kohë. Do më thonë, ndryshimi i sjelljes së njerëzve, afërsia me kombin e vetë, veç u kfill disi u ndru. Edhe për kryetarin Gjini, ky objekt është i një rëndësie të veçantë, prandaj padyshim se do të investoj që të rinovohet e ruhet kjo pjesë e historisë sonë. Në 2018 ne kemi nënshkruar një memorandum me Tikën Turke për renovim dhe rehabilitim të plotë të atij objekti, është objekt me vlera historike dhe kulturore të komunës Gjakovës. Nuk ka ndodhur, domethënë një vonum, pak për disa procedura, më vonë po duket edhe për shkak të pandemisë. Unë vitin e kaluar në pranverë, do thotë para një viti, kam kërku sqarim se kur do të fillojnë punët, edhe më thonë që si vjet fillojnë. Tani nëse do të kemi zvarritje të llojeve tjera, atëherë komuna mundet me kryer një punë të tillë edhe vetë. Kjo shkollë u hap në vitin 1941 për të shkolluar breza të tërë në gjuhën shqipe e për të nisur veprimtarinë e shenjtë të mësuarit shqip që nuk u ndal më kurrë. Janë të njohura tashmë lokacionet si Shpella Akusarit, Kanjoni Drinit të Bardhë e brigjet e rregulluara të lumit Erenik. Ato u rregulluan dhe po duket që njerëz të shumt po shprehin interes që të vizitojnë këtë pika turistike. I takuam në fshatin Kusar. Këta biçiklistë të rinj janë bërë bashkë për të përshkruar rrugat që të dërgojnë tek Shpella Akusarit. Ata nuk hezituan të ndajnë ca fjalë për televizionin ton. Ne vim 2 herë në javë, natyra është shumë e bukur dhe ne si sportista admirojmë gjithmonë atë. Unë vi shumë shpesh të në Shpellën e Kusarit si sportista që jemi dhe vi me shokët e ekipit tim KFY të Gjakovës. Shpella Akusarit paraqet një ndër atraksionet turistike më të vizituara në Gjakovë. Ky duket të jetë vendi ideal për të gjithë ata që duan të kalojnë ca orë larg zhurmave të qytetit. Kjo shpellë ka rrugica të shkallëzuara e mure të larta shkëmbore. Shkallët janë ato që mundsojnë eksplorimin deri në brendësi të shpellës. Gjelbrimi e moti i mirë ditëve të fundit i kanë dhënë pamje edhe më të bukur këtij vendi. E këtu nuk munguan as vizitorët që kanë ardhur për herë të parë. Na vim nga Zvicra dhe jena ardhur për herë të parë, me vizitu këtë vend të bukur. Ja vlen me ardhur me vizitu me familje, është natyra mirë. Ja vlen, është diçka që nuk shihet çdo kohë. Ky ambient i pa eksploruar mirë akoma mirëpret njerëzit aventurier e ata që duan të shuajnë kurreshtjen. Nëse zgjidhni që vikendet i kaloni në natyrë, Shpella Akusarit nuk është vendi i vetëm. Shtigjet e ecjes përgjatë kanjonit të lumit Drin besin destinacion që ja vlen të vizitohet. Sa më lart që ngjitesh, aq më tepër ke mundësi të shijosh bukuritë e Drinit. Pamjet që të marrin frymën bëjnë që ky vend të piketohet nga vendas e vizitor.
Nëse me të vërtetë doni natyrën, ju do të gjeni të bukurën kudo. Ka filluar incizimi i CD-së ansamblit muzikor të komunës së Gjakovës. Pjesë e këtij programi do të jetë muzika e dhomës edhe për adhuruesit e muzikës klasike, ajo do të jetë e gatshme në fund të muajit mars. Tingujt e bukur të instrumenteve të ndryshme, frymore e harkore, jehonin brenda sallës koncertale të shkollës së muzikës Prenkjekova në Gjakov. Po këtë tinguj së shpejti pritet të deportojnë jashtë këtyre mureve. Këtë herë të sjellë si asnjëherë më parë. Është pikërisht orkestra e Gjakovës ajo që po kontribuon me vullnet për kushtime shumë punë që ky qytet të ketë një vlerë të shtuar, duke i dhuruar një CD me muzikë kamertale. Plumb Vula, drejtori i orkestrës, ka treguar më shumë rreth kësaj iniciative. Nën pa mundësi që t'i mbajmë koncertet për shkak pandemisë, domethënë koncertet e parapane për vitin 2020. Ishte vetmja mënyrë që ne jemi aktiv dhe që të promovojmë diçka një vlerë tjetër për qytetin tonë, kështu që CD-ja ishte vetmja zgjidhje. Ka një kohë gjatë që jemi të përgatitur. Kryesisht janë autor të huaj. Kemi autor domethënë të periudhave të ndryshme, por po ashtu kemi zgjedhur edhe një dy orkestrime të cilat janë të muzikës shqipe, po që janë të orkestruar në frymën e muzikës klasike dhe për ansambël domethënë për sekstet. Ato do janë domethënë pak më ndryshe në krahasim me pjesën tjetër të programit, po pjesa kryesore domethënë është autorëve apo të kompozitorëve botëror siç janë për shembull Mozart, Korsakov, Piazzolla, Enesco e të tjerë. Tutja Vula është shprehur falënderuese edhe ndaj kuvendit komunal që kanë shprehur gatishmërinë për ta përkrahur një nismë kësaj. Ata kanë bërë, domethënë, kanë dhënë mbështetjen kryesore, atë sa kanë pas mundësi, duke pas parasysh që jemi në situatë pandemike, buxhetet të limituara, gjithë ka pas shtrëngime të gjitha anët, por për këtë CD besoj ka qenë më se mjaftueshme, të themi ashtu. Ajo shumë çka është ndodhur dhe unë i falenderoj publikisht komunën për mbështetjen që po na jep në vazhdimsi. Një vlerë më shumë, një pasuri interpretative, e gjitha e sjell në një CD të vetme, të cilën këtë herë kanë vendosur që ta pasurojnë instrumentistët e orkestrës së qytetit. Marsi do të jetë muaji kur ardhuruesit e muzikës së ngritur do të kenë mundësi që ta kenë në duar këtë material. Edhe pse thot se nuk ishte ndjerë mirë fizikisht dhe psikikisht në ditën e garave, Majlinda Kelmendi shprehet se ndihet e lumtur që Kosovës i solli një tjetër medalje të bronzë nga Grand Slami i mbajtur në Tel Aviv të Izraelit. Kelmendi deklaroi se viti 2021 ka filluar mirë për atë dhe se do të vazhdojë të përgatitet për Olimpiadën, e cila pritet të mbahet po ashtu gjatë këtij viti. Ka fillu mirë vitin 2021, vitin kur do të mbahet Olimpiada. Presoj shumë që përgatitjet për ato përgatitjet bazike për Olimpiadë kanë më shku që duhet. Inshallah s'ka më pas probleme lëndime edhe po besoj që gjithçka ka më konë që duhet. Javë më parë, trajneri i judos Driton Kuka kishte deklaruar se viti 2021 mund të jetë i fundit për Majlinda Kelmendit, sa i përket pjesëmarrjes në gara dhe një gjë të tillë nuk e mohon as vetë ish kampioni i botës, e cila thotë se kjo do të vendoset pas lojrave olimpike varësisht nga disponimi i saj. Pas lojrave olimpike, ta shohim çish po shkon, sigurisht që pas lojrave olimpike do ta kem një pushim ndoshta pak më të gjatë. Kelmendi tregon se e sheh veten si trajnere të judos pasi t'i jep fund karrierës së bujshme të saj. Po mendoj që kisha pas mundësi me qenë një asistente e mirë për fillim. Ndryshe Majlinda Kelmendi gjatë karrierës së saj ka dhënë Kosovës 8 medalje të arta në gara të ndryshme, ndërsa kulmin e kishte arritur në vitin 2013 kur ishte shpallur kampione e botës në Rio de Janeiro. Dhe tani të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim.
Para se të ndajemi të ndjekim edhe njëherë disa nga informacionet kryesore të këtij edicioni. Vendi mund të zhytet në një krizë institucionale në mungesën e një presidenti konsensual. Krihet kjo për faktin se partitë politike nuk janë të gatshme për bashkëpunim, vlerësojnë analistët politikë. Se a do të ketë krizë institucionale nëse nuk zgjidhet presidenti, ne kemi pyetur edhe disa banorë të Gjakovës. Pa kaluar as 2 javë që kur gjykata e apelit vendosi që Berat Hadri të kthehet në pozitën e kryeshefit ekzekutiv të kompanisë rajonale të mbeturinave Qabrati, ai është rishkarkuar nga bordi i drejtorëve të kësaj ndërmarrje. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Për më shumë vizitoni portalin syrivizvizion.tv. Mirupafshim.